Inazuma Challenger! Çfarë është ajo? Ai u zhduk. Endo! Teikoku është këtu! Jam shumë i emocionuar! Le t'u tregojmë këtyre djemve rezultatet e punës së paloçme të kësaj jave! Në fakt, kapiten, Pra, çfarë ka? unë duhet të shkoj në banjë. Ej, Kabeyama! Çfarë do të bësh tani? Edhe nëse e përfshin atë, më duket se ke vetëm 10 lojtar. Ku është lojtari 11? Jeni një mangut. Endo! Çfarë? Ai djali është... Ai tha se do t'i bashkohet skuadrës së futbollit. Por ai është shumë atletik, apo jo? Po. Ky është Megane. Unë jam Megane Kakeru. Më duket kënaqësi që të takoj. Kënaqësi të takoj ty. Më duket se unë jam i fundit më në fund. Do t'i bashkohem skuadrës, por vetëm me një kusht. Kusht? Unë nuk do të vesh asnjë numër tjetër përveç numrit 10. Çfarë do të bësh, kapiten? Ndoshta diçka është më mirë se sa asgjë. Çfarë do të thuash? E kuptoj shumë mirë. Për mua nuk ka problem. Kapiten, mos e ke seriozisht? Po pra! Tani që jam asi i skuadrës, nuk do të kenë një shans kundër nesh. Më duket se nuk kanë tërmend të fillojnë tani për tani. Ndoshta do të heshin dorë pasi pan demonstrimin e Teikokut. Kanë dëgjuar se Teikoku shkatron plotësisht shkollën e ekipit kundërshtar pasi i mund. Çfarë do të mund të bënim ne në një gjendje kaq të rrezikshme pasi të humbim ndeshjen? Si thua ti? Kur të ndodh kjo do të flas unë me ta. Në fakt, kjo çështje më ka bezdisur. Zënjush. Çfarë i ka tërhequr vëmendjen Teikokut te ne për të kërkuar një ndeshje me ekipin ton të dobët? Nuk ka rëndësi se nga cili aspekt e sheh, aftësitë e tyre ndryshojnë shumë nga tonat. Mendoj se do ta kuptojmë arsyen gjatë kësaj ndeshjeje gjithsesi. Endo! Ku qëndron problemi? Mjeshtri Fujakaj, Kabeyama sapo shkoi në banjë, ndaj... Unë nuk mund, tilin të ftuarit tanë të presin më, duhet të fillojmë tani. Mirë, e kuptova shumë mirë. Ai nuk është tu. As këtu. Po të ka ti dytë. Nuk është as këtu lart. Martë mira, ku ja kam batur ai? Është shumë e rëndësishme. Hej, Kabeyama! Si njerish koha pa kalon.
Hej, Gjimon, më thuaj, përse duhet luajmë neve kundër asaj skuadrës së dobët? Kapiteni ynë është interesuar për një student që sapo është transferuar këtu. Ai dëshiron që të shohim fuqinë e atij lojtari me sy ton. Ashtu? E kush mund të jetë, vall? Nuk ka ardhur akoma. Çfarë do të thuash ti me këtu? A nuk je ti ai që tha se ne do të shikonim diçka me të vërtet interesante? Të thash një herë, ai nuk ka ardhur akoma. Mos u nxito. Kjo do të thotë se ne mund ta përdorim atë djalin nëse e sjellim në skuadrën tonë. Këtë e ka në dorë vetëm trajneri ynë. Ne veprojmë vetëm sipas urdhrave të tij. Dështimi është i papranueshëm. E gjetët? Ende jo. Çfarë? Ku mund të ketë shkuar ai? Kemi kërkuar në gjithë vendet që mund të jetë, por nuk e gjetëm. Ai dollapi! Ka pak kohë që po lëviz dollapi! Jemi të mallkuar! Nuk ka problem, nuk është se ka fata asma aty brenda. Ti aty brenda, Kabeyama, ha? Përshëndetje, kapiten! Përshëndetje! Kabeyama! Në rregull, pra, çfarë bën ti aty dili jashtë me ljerë ndeshja do të fillojë sa më shpejt. E po çështja është që nuk mund të dalë që këtu më ndihmoni, kapiten! E pse nuk luan aty ku je? Do të jetë muri mbrojtës i përsosur për hekuri. S'ka mundësi, dua të dal jashtë! Ma lër mua, kapiten! Shurin, merru ti me këtë. Dola! Shumë mirë, të lumt Shurin, do të na duhet ajo gjuajtje për ndeshjen. Më vjen keq, e po unë u friksova pak. Kabeyama, nuk do të zgjidhesh asgjë nëse jam mbath. Pra, nëse jam mbath një herë, do t'jam mbathësh për gjithmonë. Kjo është vetëm vërtet shumë e keqe. Kapiten, më vjen keq, po unë do të bëj më të mirën time. Më falni. A mund të ulem këtu të lutem? Unë jam Otonashi Haruna nga klubi gazetarisë. Gëzohem që të takoj. Dëshiron një intervistë? Vazhdo. Pra, më në fund keni 11 lojtar. Kjo është fantastike. Po. Pra? A keni besim se skuadra do fitoj? Besim? E po duke qenë se më pyete kaq drejt për drejt. Jo. E dija. Por kur shoh Endon dhe të tjerët, mendoj se ndoshta mund të fitojmë. Nuk kam çfarë t'i bëj, por mendoj kështu. Edhe pse klubi ka edhe shumë rrugë për të bërë. Kjo është shumë e bukur. Do ta përdor këtë koment për artikullin tim. Po. Dhe tani, është koha për ndeshjen miqësore mes Akademisë Teikoku dhe shkollës së mesme Raimon. Kapiten, koha për të hedhur monedhat. Kido, hedhja e monedhave. Nuk kam nevojë për këtë, filloni si të doni. Është një sfidë. Kjo është sfida e Teikokut kundër ekipit tonë të Raimonit. Kush je ti, Val? Zonjusa, unë jam Kakuma Keita nga klubi i shahut. Tani, Kakuma ju lutem më thërrisni Kakuma. Dhe sot unë do t'jem komentatori i kësaj ndeshjeje. Nuk ka kohë për të prezantuar veten. Topi është vendosur në mesin e fushës dhe shkolla e Raimonit do të nis tani lojën. Fantastike! Kështu, unë jam Megane Kakeru. Më duket se unë jam i fundit më në fund. Ke të drejtë, kjo është era e parë që ka kaq shumë njerëz që më vënë re. Ju dje ma jeni të çlirët, kurse unë jam nervoz, jam shumë nervoz. Dëgjoni ju të gjithë, bëni më të mirën tuaj. Jepi, fillojmë. Dhe Jaku ka filluar. Sameoka ja pason topin Matsunos, që vrapron drejt portës së Teikokut. Fantastike! Sameoka nuk do të ndalet para Teikokut, aq lehtë. Jam i papar, mund të arrit apo e këtë? Sameoka, pasoj topin. Max! Mirë. Ashtu të lumt mund t'ja dalësh. Kazemaru po afrohet bindshëm. Merre Sameoka, Max! Ata vazhdojnë të mbajnë topin, duke bërë pasime të mirë menduara. Kapeni! Lëvizje bukur. Handa, mbrapa ti. Sameoka po provon të bëjë një gjuajtje në portë. Një gjuajtje vendimtare. Nuk ka rëndësi se sa i mirë është portieri. Nuk do të arrit ta ndaloj këtë. Si e bëri?
Ishte ka qafur, ishte ka qafur. E po, ja se si do të shkojë e gjitha. Ej, Kido, puna ime mbaron këtu tani. Po, le t'u tregojmë atyre. Futbollin e Tejkokut. Tani filloj. Le të fillojmë. Tejkoku shënoi me njëherë nga mes fusa. Çfarë shpejtësie, çfarë fuqie që ka. Ky është futbolli i Tejkokut që shkumbon të gjithë vendin. Kjo është forma e vërtetë e Tejkokut. Jo, Endo. Raimon 11 nuk ka asnjë mundësi për të fituar. Nuk ka asgjë që të mund të bëjë. Kapiten! Ej, Endo! Djema, më falni, mund të nuk arrita ta ndaloja. Sigurisht që ata nuk kanë vrapuar fare sot. Po ne nuk arritëm as t'i përgjigjesim. Çfarë po thoni kështu? Kjo ndeshje sa më ka filluar. Duhet të bëjmë të mirën tonë. Dhe me Bilbilin mbaron pjesa e parë. Pjesa e parë mbaron me rezultatin 10-0 për shkollën Raimon. Ndoshta mund të fitojmë. Ata janë aq të lodhur se as nuk flasin. Ku e gjenë gjitha të fuqia ta djemt? Asnjë prej tyre nuk shet dot asnjë pikë djers. Sigurisht që jo, ata nuk kanë vrapuar fare. Më duke sikur po tallesin me ne gjatë gjithë kohës. E Martë mira, nuk do ta lejoj që të përfundoj kështu. Do t'i detyrojmë të vrapojmë në gjysmën e dytë. Ti detyrojmë, po kjo është e pamundur. Unë jam i raskapitur, nuk kam fuqi. Edhe unë pa ashtu. Çfarë nuk shkon kështu me ju, Djema? Kemi mbyllur vetëm pjesën e parë, kuptoni? Dëshiron të luash në pjesën e dytë, nuk ka vlen. Pa ashtu, e dija që kjo ndeshje ishte e tepërt për ne. Çfarë po thoni kështu? Mund ta bëjmë këtë. Nuk e dim se cili ekip do t'i buzëqesh perëndesha e fitores derisa të mbarojë ndeshja. A nuk kam të drejtë? Atëherë të gjithë, Djema, hëpra! Zonjush, më thoni, a e keni zbuluar atë që ju bënte kurreshtare gjatë pjesës së parë? Ata janë duke pritur për diçka. Po presin. Si është gjendja? Akoma nuk ka bërë ndonjë lëvizje. Rini i qetë, zotri. Do të sigurohem që të shfaqet në pjesën e dytë. Lidhuni të gjithë, ndërroni krahët e fushës, po fillon pjesa e dytë. Është fillimi i pjesës së dytë. Si do t'i përgjigjet Raimon 11 kapitenit sypatrembur të Tejkokut? Lojën e nis Tejkoku. Le të fillojmë. Le të filloj zona e vdekjes. Do ta detyrojmë atë që të shfaqet. Zona e vdekjes! Vazhdoni kështu, derisa ai të shfaqet në fushë. Ciklon! Një gjuhëtet ekstreme! Dil këtu. Dil! Nëse jo, a e shihni të fundit që po qëndron në këmbë? Do ta mbysim atë, derisa të mos duroj dot më. Ata djent. Ata nuk kanë për qëllim që të shënojnë gol. Ato duan vetëm të rrësojnë e doll. Futboll? Ku e gjenë gjitha të fuqia ta djemt? Mos u talli me mua, ky nuk është futboll. Kazemaru! Kazemaru! Endo! Të kuptoj se çfarë do të thuash. Do ta pres të gjuajtje. Me siguri, nuk do ta lejoj. Nuk ka arritur të presësh deri më tani. Një që gjuhëtet ekstreme! Nuk kam për ta lejuar që të shkoj në port. Ishte shumë afër. Endo përpaksa nuk e ndaloi, por fuqia e gjutjes ishte shumë e madhe dhe futi sërish në rrjet. Me këtë Tejkoku
Koku shkon në 19 gola. Tani, kush do ta nisë lojën për Raimonin? Nuk ka mbetur askush përveç Meganes. Jo, nuk dua ta bëj më këtë. Mos! Asnjë Raimonit e ka hedhur bluzën e tij dhe po braktis ndeshjen. Raimon 11 bëhet Raimon 10. Çfarë pamje për të ardhur keq? Dorëzohuni tani. Dorëzohuni, nuk mund të shënoni asnjë gol kundër nesh. Pra ky është fundi, ha? Ata nuk arritën të shënonin as edhe një gol kundër tyre. Mendoj se ata ishin vërtet një skuadër e dështuar. Akoma jo! Nuk ka mbaruar akoma! Dëshiron akoma më shumë! Juka, a do të mundesh ta falësh vëllain tënd të madh? Vetëm këtë herë. Gol! Me këtë Tej Koku arritën 20 gola! Nuk ka nevojë që ta shoh më këtë. Me këto rezultate, klubi i futbollit të Raimonit është... Kush është ai? A kishim një djalë të tillë në ekip? Çfarë? Mos është... Ai që tregon një teknik të përkryer, goditje në frontin e futbollit vitin e kaluar, kur ishte akoma një vit më parë. Gwenxhi Shuja. Tani Gwenxhi ka veshur uniformën e Raimonit dhe po qëndron përpara nesh. Do me thënë Tej Koku ishte duke pritur këtë. Prit, ti nuk je antar i ekipit ton. Nuk e kemi problem, ai mund të luaj. Por, atëherë, në këtë rast, e pranojmë zëvendësimin në rast se lojtarët e Tej Kokut janë dakord. Gwenxhi, erdhe më në fund! A je mirë? Por, je shumë e vonesë, shokuim. Tani zëvendësuesi i Meganes, asiri i Raimonit, Gwenxhi del në fush. Ky është ai që edhe ne po prisnim. Deri më tani. E kuptoj shumë mirë, pra ti jemi vënë pas. Jepi, zona e vdekjes. Zona e vdekjes! Në rregull. Ai e injoroi për disa arsye. Gwenxhi po largohet nga Endou për të përballur me vdekjen e tij. Ai po vraponi vetëm në të gjithë fushën. Çfarë? Mos pa e praktis ai ndeshin ashtu si Megane. Ai po vrapon, sepse ka besim tek unë. Ka besim se unë mund ta ndaloj. Edhe unë do ta bëj. Do ta dërgoj topin tek ai. Ska mundësi. Dora legjendare e Zotit. Ai e ndaloi. Ba në fund e ndaloi quajtjen e Tej Kokut. Nuk ka si gabim, është dora e Zotit. Mos është zgjuar teknika legjendare Inazuma 11 pas 40 vitesh në gjumë. Ja dola. E po tani, po. Kjo ishte një kthes interesante. Prite, Gwenxhi! Dhe Gwenxhi ka topin. Tornado Sjarri! Raimon 11 sapo i bëri një gol akademis Tej Koku. Ja dolëm. Kjo ishte e gjitha. Mbaruam mbledhjen e të dhënave të nevojshme. Pas gjithë kësaj kohe, quajtja super e fuqishme e Gwenxhit nuk është ndryshkur as pak. Akademia Tej Koku ka kërkuar të dorëzohet dhe me këtë kemi një fitues. Ndeshja përfundon tani. Çfarë? Tej Koku po tërhiqet nga ndeshja. Për disa arsye. Kjo do të thotë se Raimon 11 fiton. Endou Mamoru, ishte një rezultat shumë i papritur nga ana jote. Hej, sigurohu që të shkruash për këtë. Patjetër. Zënjush, mbërritja e Gwenxhit e ndryshoi rrjedhën e lojës.
Jo, ishte ai që e thirri në fushë që ndryshoi rrjedhën e ndeshjes. Për mendimin tim ishte aftësia e djaloshit për të mos u dorëzuar. Ki jeni parasysh këtë? Ishte fantastike që luajte. Kjo ishte lindja e klubit të ri të futbollit Raymond. Atëherë, Gwenxhi, le të luajmë bashk nga tani e tutje. Kaq ishte e gjitha. Por, Gwenxhi, faleminderit. Shumë faleminderit. Po, kapiten, më vjen keq. S'ka problem. Forca Djema, shikoni atje, goli yni vetëm. Ai gol është fillimi i klubit futbollit të Raymondit. Ky gol është fillimi i ri. Fillon këtu. Këtu fillon. Këtu fillon futbolli ynë. Haki ni natta kimochi, dare ni mo